Hello! I mbani me këto pastat? Tani ka plot në tregsi këto lloje të ndryshme që prodhohen në fabrika. Mirë po, këto janë marrë në një ëmbëltore, domethënë që bën vetëm ëmbëlsira dhe kanë fiks atë shijen që kam pasur dikur kur unë isha fëmijë dhe unë do ta quaj shije fëmijërie. Dhe ajo që më kujtua është që dikush nga ju më ka thënë që të bëj një video duke provuar ushqime nga fëmijëria ime ose snacks që unë haja kur isha fëmijë. Unë nuk e kam harruar si gjë dhe do ta bëj si video, por ajo që kam menduar është që ta bëj këtë videon në momentin që do ish filterin, sepse mendoj që do duket shumë më bukur se sa me filter. Tani nuk e di se cili është mendimi juaj. Do ishte më bukur që ta bëja pa filter apo ta bëj tani që kam filterin? Më thoni në komente dhe mos harroni të më bëni like dhe subscribe. Bye!